Në GKK mbahet sot seanca e radhës për atë që njihet si dosja Partizani, ku të pandehur janë ish kryeministri Sali Berisha, dhëndri i tij Amarbër Maltezi, si dhe 3 persona të tjerë, mes të cilëve dhe biznesmeni i ndërtimit Fatmir Bektashi. Seanca pritet të nisë në orën 13, ndërsa gjykata do të vendosë mbi kërkesën e ish kryeministrit Berisha dhe të pandehurve të tjerë në këtë proces, që kërkojnë pavlefshmëri të akteve dhe papërdorshmëri të provave që janë gjetur deri më tani. Në seancën e 13 tetorit, prokurori i SPAK Arben Kraja kërkoi rrëzimin e kërkesës me argumentin se pretendimet e ngritura nga mbrojtja e të pandehurve nuk qëndrojnë ligjërisht, pasi nuk ka patur shkelje në ekzekutimin e masave të sigurisë dhe as në procedurat e ekspertimeve. Dosja për aferën Partizani i kaloi për gjykim më 19 maj, dhe Berishës është ngritur akuza e korrupsionit pasiv të zyrtarëve të lartë, pasi akuzohet se në cilësinë e kryeministrit ka ndërmarrë veprime konkrete në miratim ligjesh dhe aktesh nënligjore, ku përfituesi ishte edhe dhëndri i tij, Amarbër Maltezi. Maltezi është nën akuzë për korrupsion aktiv, por edhe për pastrim parash. Sipas SPAK, ai ka përfituar të ardhurat në vlerën e 5.4 milionë eurove nga një biznes ndërtimi në mënyrë të parregullt, fal vendimeve të qeverisë të marra nga vjerri i tij. Fatmir Bektashi akuzohet për korrupsion dhe pastrim parash. Ortaku i Maltezit dhe trashëgimtari i tokës Xhimi Begeja dhe financierja Andja Pustina, që merrej me punët financiare dhe ligjore të kompanisë Home Plan, akuzohen për pastrim parash. Po ashtu, në gjyq për pastrim parash janë edhe 3 kompanitë: Kontakt, Home Plan dhe Studio Pustina.